Një i urt i thot birit e tij, më mirë të bësh një ujk i urt, që njerëzit të kenë kujdes me ty, se sa të bësh një gomar e të ju ngarkojnë vetëm kur ata kanë nevojë për ty. Opa. Po, kjo është me sa duket postimi ndër postimet e fundit që e kam postu. Është shumë e rëndësi se si Islami i qaset njeriut, se qyshe ndërton njeri. Dhe është interesant se i gjithë Kurani, prej fillimi deri në fund, i jep vlerit vetëm njerit. Njerin e njofton me njerin, se kush jetja. Dhe kjo është shumë e rëndësi. Dhe kështu duhet, në fakt, Islami kështu në edukon. Në fakt, edhe çdo adhurim që e bojmë në emër të vlerës që e ka njeri. Që njeri ta din vetë vetën se është një faktor. Ne nuk jemi mjet i njëri tjetrit. Ne nuk jemi shërptor për njëri tjetrin, po jemi shërptor të njëri tjetrit. Ka dallim njëna prej tjetrës. Po. E dini hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku erdhi një njeri te pejgamberi dhe i tha, kush është më i dashur i Zotit? Çka tha pejgamberi? Tha, më i dashuri për Zotin është anfa'uhum linnas. Është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Nuk tha ai që është mjet për njerëzit. Ai që është urr për njerëzit. Ai që sakrifikon sy mshel për njerëzit. Nuk tha kështu. Tha është më i dobishëm për njerëzit. Njeri nuk mund të jetë i dobishëm për njerëzit nëse në rend të parë nuk është i dobishëm për vetveten. Njeri nuk mund të jetë i dobishëm për njerëzit nëse nuk është vigjilent, nëse nuk është i vetëdijshëm, nëse nuk e din se çka është duke e bën. E ki parasysh. Paratë duke pas parasysh se si njerëzit domethënë manipulohen ndonjëherë në emër të fejes, ndonjëherë në emër të ndershmërisë, ndonjëherë në emër të disa gjanave të cilat na i jetojmë, u inspirova që ta postoj këtë, që njeri duhet të jetë i vetëdijshëm. Edhe njeri duhet të jetë i dobishëm për njëri tjetrin, domethënë. Edhe njeri duhet të jetë shërptor i njëri tjetrit, por jo të jetë shërptor për dikë dhe të keq përdoret në emër të së vërtetës. Andaj ndonjëherë detyrohemi të marrmi disa cilësi të ujkut, shembullin e përmendur, të ujkut që njerëzit kanë kujdes, se disa njerëz janë të pamëshirshëm. Na konsiderojnë si lodër. Jo, domethënë i kanë tejkalu ato vijat e kuqe të njerëzisë, edhe thjesht ai në këtë botë nuk e sheh për vetë se vetveten. Edhe ai çdo gjë mundohet ta llogarit si instrument për të realizuar qëllimet e veta. Madje edhe shfrytëzon edhe lirinë e njerit, e shfrytëzon edhe nderin e njerit, e shfrytëzon çdo gjë vetëm për të arritur. Po, dobësinë. Dikush e shfrytëzon edhe vlerat e njerit. Për atë njeri duhet përveç se duhet të jetë i ditur, përveç se duhet të jetë me vlera njerëzore, mbi gjitha duhet të jetë shumë i vetëdijshëm. Se kujt është duke i bën mirë. Edhe sa është duke i bën mirë. Unë e përmenda një prej postimeve se dje e ke përmend që ndërlidhet me këtë. Thash kështu, interesant, në Evropë e keni me siguri e dini për shembull. Teknologjia ka arrit deri në atë mas saqë edhe mbeturinat e njerit i marrin i riciklojnë. Po. Edhe i fusin shfrytëzim për njerin. Kurse te na, që pretendojmë se jemi shumë kombëtar, e jemi shumë fetar, kemi një histori shumë të mire, dem baba dem e kështu e ashtu e me pralla e me sene, dhe por e shef realitetin se te na bojmë tjetër riciklim bëjna. Ata i riciklojnë mbeturinat në shërbimin e njerit, ne riciklojmë komplet njerin. E riciklojmë komplet njerin dhe e fusmi dhe e degradojmë derën në atë mas me pas më shumë vlerë se një mbeturin. Edhe kjo është e keqe. Pra, domethënë, na si besimtar
duhet jemi shumë të vetëdijshëm, duhet jemi shumë vigjilent. Thjeshtëve duhet me shfrytzu mendjen maksimalisht, se çka është duke ndodh, se çka është duke u punu dhe çka është duke u vepru. Unë shpeshherë përmendi dhe tham, ti je besimtar, nuk mjafton vetëm mi fal 5 kohë namazit. Ti je besimtar, nuk mjafton vetëm ti krish disa obligime, domethënë brenda ditës atë disa rituale. Saqë isha një ditë tu mendu, thash kështu, besimtari duhet me u fal edhe me adhuru Zotin për t'jetu. Dhe jo me jetu për t'u fal. Ka dallim njëna prej tjetrës. Shumë interesant. Ja. Na duhet mu fal për me jetu, se feja është jetë. E ki qartë. Se jeta i ka kërkesat e vete, i ka nevojat e vete. E kështu që na falemi që t'jemi të vetëdijshëm. Na falemi që t'jemi të dobishëm. Na falemi që t'jemi njerëz social. Por na nuk jetojmë vetëm për t'u fal. Domethënë me një farë mënyre, nuk mjafton ti me jetu i pavetëdijshëm. Anonën tjetër falesh. Nuk mjafton ti me jetu ama me lut rolin e magarit, që thjesht vetëm të ngarkohesh kur dikush do me të ngarku. Se nuk ka me të sos punë namazi, as ka me të pështu namazi, nëse ti je i pavetëdijshëm. Kështu që na duhet me kriju me jetu në kontekstin dhe formatin t'jemi paralel mes asaj qysh adhurojmë Zotin dhe mes asaj qysh jetojmë për Zot. Se Zoti për neve kërkon t'jemi të vetëdijshëm. Domethënë kjo ishte ajo që këshill madhështore, domethënë nga Hoxh Bedrilika, bëhu ujk i urt e asesi gomar.